që mendojnë vetëm për pushtet e jo për shtet. Ata kanë fitu votat, populli ja u ka besu detyrën, po ata dinë me bo që so gjona që ndonë venit vetë dhe ndonë popullit vetë. Përshëndetje Indri. Kush po mendon se jena ato e humbë vendin tonë, shteti apo na vetë qytetarët? Jo qytetarët, po udhëheqësia, liderët partijak që mendojnë vetëm për pushtet e jo për shtet. Ata kanë fitu votat, populli ja u ka besu detyrën, po ata dinë me bo që so gjona që ndonë venit vetë dhe ndonë popullit vetë. Ti po mendon se shteti ka fajet për këtë çështje edhe na qytetarët edhe pse ja japëm votën edhe i përkrahëm, edhe nuk punojnë, na prap ja japëm votën edhe i përkrahëm. Pa i shqyqon na nuk po kem njerës tjetër, po ju besojmë që do t'i kryjnë detyrat që ju takojnë, detyrat kushtetuse, obligimet që i kanë ndaj votuesve. Po shka keme bon këta, ende nuk po këfidhen. Është këtu një inati i madhë. Do me thonë, partia që i fiton votat që ka mundësi me vazhdu punën, pengohet për opozitës, pengohet për gjitha strukturave të mundshme të vendit, kundër pushtetit tonë janë. A dohet na si popull mu vedisu një herë për gjithmonë edhe mi vendos sanet tona edhe me ditë kanë Prishtina në pushtet? Po shëshona që ta njerëz e kemi. Jemi tjerë njerëz nuk mund bim pe i qelit. A do të mu vedisu edhe na një herë, apo jo? Na mu vedisu nuk kem na që me bo. Ne po ju besojmë detyrën, po ata duhet mu vedisu me kry detyrat që ju takojnë. Se funit populli që ka me bo tjetër, që për burë për te për votën, urdhno, puno për të mirën e shtetit. Po e ka provu një herë? Një herë, dy. Po tash ku me marë tjerë njerëz? Ku me marë? Populli. Po qka me bo prap duhet që ta vinë. Jo, që ta udhëheqin popullin. Si cila parti nuk e len popullin e vetë, po më ndaj pjesën e vetë me kundërshtua, po thët, jo se na kem drejt, ata s'kan drejt. Që to i notet ndër partijake në kanë të në këtë gjithë. Faleminderit.